vena ma shtrejt në Swiss është 4.000 euro. Jemi në korridorin e hotelit, është korridori qendror, ku çon tek butiko, është një sallë konferencave, salla Bozhor, të cilin nuk e keni ndru emrin. Okay. Pastaj është një private meeting room edhe hyrja tjetër e lunch barit. Kështu që private meeting room. Detaj interesant. Nëse mysafirët dëshirojnë me zhvillu një takem edhe ndërkohë me u shërby nga lunch bari me pi, atëherë mundem mua akomodu këtu. A mujna me shiku? Po. Hajde, ata këshyrim shpejt? Hajde. Hajde, shpejt, të regojna private meeting room, që rëfes që pëtoket. Hajde. Shtyjnë venat, që mundi mi shiu, po vena ma shtrejt në Swiss është 4.000 euro. Dhe më thonë, një pime, një 200-300 euro është. Kështu që, hajde apet jashtë. Ishim glasë. Vetëm e shijum dhomën private aty, meeting, po ndoshta ta bëni një pyetje tjetër, këto vitrinat që pishojnë, a janë bashkë me butikun apo edhe në ekspozim tjetër? Po, disa janë bashkë me butikun, ndërsa disa jo, janë vitrinat të cilet ja kemi ofruar grave, të cilat bëjmë pundore, ja kemi mundësu për mi ekspozu produktet e tyre. Bashkë me zonën po im në lift, cilën kat po shkojna? Në katin e 7. Katin e 7 tung, erdhëm kat 7, e gëzon një pyetje, pak me kesh, nëse ju keshet shikuzve, ama shumë e dojnë liftin është kalt. Ashensorin. Ashensorin, ku, më qite me kesh, u kry. Se unë për shambull, për qef, shtojmë si aktivitet fizik që jetoj me disciplinë të madhe, shkallëve këmë qef ma shumë. Pak, gjimnastik me mëngjes. Rojmë ashensorat. Faleminderit. Tash, jena në katë 7, ku, qka kena me vizitu së bashko tash? Këtu jemi përballë suitës penthouse. Është një hapësirë ku mund të shitet me 2 dhoma edhe ose nëse dojnë klientët vetëm një dhomë. Nëse preferojnë 2, atëherë kjo dera mbyllet edhe është private gjithë kjo pjesa. Okej. Kështu që pëjna branda, peshojmë edhe në fund kemi nga të regu çmimi për një natë. Në rregull. Hajde kamerman. Kena hi branda, e gëzon, kalzana në detaje, qka përmbon kjo dhomë? Këtu është qëndrimi ditor, trezëria, pastaj është një mini kuzhinë, në pjesën tjetër është dhoma e gjumit dhe banjo. Dhe më thonë, këtë kjo përfshin këtë dhomë, përndryshe edhe dekorimet, edhe për bënë dhomë madhështora. Po detajet janë ato të cilat. Këto ke pyetja shikues të nderuar, se qysh arrit një hotel me fitu 5 yje? Detajet janë ato të cilat e klasifikojnë hotelin. Po thu detajet. A mujna tash për shembull një detaj të vogël ma tregu prej dhomës gjumit ose prej kudo shte? Po, një detaj shumë i thjesht, i cili është në listën e klasifikimeve të hoteleve janë për shembull jastekët. Duhet të jenë minimumi 3 jastak për person. Për person 3? Po, 3 Pse? për person. Po, ashtu janë në bazë rregullave dhe kritereve ndërkombëtare, jo vendore.